Mirëmëngjes. Mirëmëngjes të gjithëve. Ju përshëndes me gjithë zemër, ju uroj që dita të jetë plot mbarësi për ju, plot arritje të bukura që shënojnë shumë çka në jetën tuaj. Një nga thesaret më të çmuara të identitetit kulturor, arti i të luajturit, të kënduarit dhe bërjes së lahutës është përfshirë zyrtarisht në UNESCO, në këtë pasuri botërore të trashëgimisë kulturore jo materiale në listën e nevojave për mbrojtje. Natyrisht është një lajm që ka entuziazmuar gjithë opinionin, një lajm i shpërndar nga Ministria e Kulturës që krahas të gjithëve për rapsodët ata që e jetësojnë çdo ditë të luajturit, të kënduarit dhe të bërit e lahutës, ka një impakt shumë të veçantë. Malësia e madhe, Dukagjini, malësia e Gjakovës, e Rrugovës, Drenica, Plava, Gucia e krahina të tana, kanë rapsod të shkëlqyer dhe famoz të këtij instrumenti kaq të lashtë shqiptar. Unë po përmend vetëm disa të zonës përreth Shkodrës, të cilët janë shumë të njohur, lahutari i bjeshkëve Jonus Delaj, një lahutar që trashëgon në breza lahutën e tij, lahutari tjetër Pretash Nilaj, lahutaria Lumturin Nona, edhe ajo me stërgjyshërve ka kaluar në dorë lahutën e saj. E plot të tjerë emra që mund të radhiten si më të famshmit e kësaj pasurie të madhe. Natyrisht eposi i Krishnikëve, baladat, këngët e trimërisë, të cilat përçojnë vërtytet më të larta të shqiptarit, janë bërë frymëzim i këngës me lahut. Përfshirja e lahutës në listën e pasurive botërore të trashëgimisë kulturore jo materiale në UNESCO është frut i një procesi të gjatë pune, kërkimor shkencor, të studiuesve tanë të mirënjohur, të cilët në bashkëpunim me komunitetet, me sektor të komuniteteve, kanë realizuar dosjen e standardeve të larta të UNESCO-s që në marsin e vitit 2024. Sot, në Mirëmëngjes Shkodër, unë kam ftuar një prej studiuesve MNZ të trashëgimisë sonë kulturore, i cili së bashku me kolegët e tij studiues ka arritur që ta realizojë këtë sipërmarrje të mrekullueshme kulturore të trashëgimisë sonë. Profesor akademik Vaso Tola, kompozitor nga Akademia e Shkencave. Në këto momente, regjia më lidh me profesorin direkt nga zyra e tij. Mirëmëngjes, profesor, mirë se erdhe në Mirëmëngjes Shkodër. Mirëmëngjes Shkodra, mirëmëngjes Merita dhe faleminderit për këtë ftesë, për t'ju drejtuar në këto ditë të gëzuara pas lajmit të regjistrimit të lahutës dhe gjithçka që ajo përfaqëson në listat e UNESCO-s. Dhe jam sërish dy herë i nderuar që t'i drejtohem publikut shkodran pasi dosja e mori vullën pas një workshopi që ne zhvilluam në një nga institucionet e Shkodrës në vitin 2023. Kështu që jam i hapur të vazhdojmë bisedën. Profesor, jam unë mjaft e nderuar që një figurë madhore e kulturës sonë është i pranishëm në Mirëmëngjes Shkodër. E ndërkohë që lajmi i gëzuar na entuziazmon të gjithë, ju patjetër që keni një ndjeshmëri në vazhdimsi si rezultati punës së bashku me kolegët tuaj, ndjehen natyrisht mjaft entuziast për këtë pranim, por që nuk do të harroni asnjëherë në të gjitha etapat që kaloi kjo dosje deri në finalizimin dhe pranimin e saj, apo jo? Pa diskutime, faleminderit për pyetjen. Kam ndjer një kënaqësi shumë të veçantë pasi morëm këtë lajm, pasi unë vetë jam përmetar
nga babai dhe Gjirokastrit nga nana, dhe pata fatin që në vitin 2005 të merresha me dosjen e polifonisë me ISO, që dhe ajo u regjistrua në UNESCO, dhe jam i sinqert të them që lajmi për regjistrimin e lautës ishte një lajm po aq i gëzuar, në mos më shumë i gëzuar, pasi lahuta, trashëgimia me laut, ky krye simbol i identitetit tonë në veritë Shqipërisë, ashtu siç i përmendët ju zonat me intensitet të lartë të lahutës dhe të eposit, është vërtet një krye lajm edhe për të gjithë shqiptarët, kudo ku janë, jo thjesht në veri të Shqipërisë. Ajo që dua të theksoj për veçoritë e kësaj dosje është që në vitin 2010 për herë të parë shteti shqiptar e vuri lahutën në mbrojtje në atë që quhet lista kombëtare kryevlerave të trashëgimisë jo materiale, bashkë me Aengu Shkodran, me që jemi po i drejtojmë Shkodrës, bashkë me gjamën malësore, bashkë me polifoninë me ISO, dhe pastaj duke e çmuar pra këtë element, pra lahutën dhe gjithçka që ajo përfaqëson si një diçka të rëndësishme, që në mesin e viteve 2010 e përgatitën dosjen për në UNESCO, por politika e atyre viteve mendoi që duheshe që të bënim kandidim të përbashkët me Republikën e Kosovës, që në thelb është një mendim i drejtë, pasi ne jemi një kombë dhe pavarësisht kufive formal, lahuta është një element i përbashkët i malësive të Shqipërisë Veriut, por fatkeqësisht UNESCO, megjithëse ne pritëm gati 5 vjet, nuk e pranoi Kosovën, për arsye për mua të diplomacisë më shumë, se sa të faktit që Kosova ka trashëgimi kulturore europiane, po aq sa që kemi ne, po aq sa që ka çdo vend tjetër europian, dhe por ndërkohë që humbëm disa vite, u avantazhua pala serbe, e cila dokumentoi në UNESCO Gusler, që është i trashëgimi në fundit në territorin e vet, por që ne mendojmë se sigurisht lahuta jonë është më e vjetër dhe sigurisht pala dhënë se janë shqiptarët, pasi kur serbët erdhën në shekullin e 8 në këto rajone ku janë sot, shqiptarët kishin qindra vite që ishin aty dhe kultura e lahutës edhe eposit ishte ngulitur më përpara. Kështu që pas 2018-s, bashkë me një grup kolegësh, të cilët ju do t'i përmendni aty, po ndërkohë dua të evidentoj ndërta akademik Shaban Sinani, një kohë si shkëlqyer i eposit si dokument kulturor, sepse eposi është një monument muziko-letrar dhe për pjesën e aspekteve letrare, profesor akademik Sinani është një nga njohësit më të mirë të saj, për të vazhduar pasaj me 2 kolegë që kanë përballuar një punë shumë të madhe, sepse dosja ka një formular i cili kërkon nivelet njohjes së asaj që unë e quaj burokracia shkencore. Doktore Armanda Ysen dhe profesor Gels Alilin, një epikolog shumë i njohur nga gjenatat e reja, dhe sigurisht një eksperte ndërkombëtare si Suzana Oge, e cila është e stërnjohur për teknikalitetet e punës në raport me UNESCO, dhe kështu që do të finalizua, siç e thash, në takimin masiv që ne bëm me lautarët e mbetur në Shkodër, dhe sigurisht Shkodra ka arsye që të krenohet me këtë arritje, jo thjesht për faktin formal që u mblodhëm në Shkodër, por eposi i detyrohet shumë Shkodrës për disa aspekte, në radhë parë për kontributin e madh të franceskanëve, të cilët në vitet 20-30 në mënyrë të veçantë art Bernardin Palaj e dokumentuan eposin si letërsi, pra si tekst i shkruar, pa diskutim kujdesin e gjatë në kohë të Ernest Koliçit, i cili ka shkruar për eposin në mënyrë të veçantë, ka evidentuar një nga lautarët më të mirë të viteve 30-40, që ishte me ndjemën Plumbi, për momentin më doli emri nga mendja. Biles ka shkruar një artikull mrekullueshëm
me titullin Një krye melodie që u tha, edhe aty shpreh konsideratat më të larta për rapsodët, dhe sigurisht atë Gjergjfishtën, i cili me veprën e tij Lahuta e Malësisë i ka bërë një krye monument të Lahutës, duke e ripotencuar në kohët moderne në vitet 40 rëndësinë e Lahutës për malësorët, kështu që bashkë me kontributet e studiusve të tjerë, në mënyrë të veçantë studiusve albanolog Hanit apo Lambertsit, edhe të Alfred Duçit, Shaban Sinanit, edhe të profesor Ramadan Sokolit, shkodranit tjetër të madh themeluesit të muzikologjisë son, kjo dosje u finalizua dhe tashmë jemi në fazën që duhet vazhdojmë me planin për rimëkëmbjen e situatës, pasi ju më pyetët para emisionit që ç'përfaqëson kjo listë, pra lista e ruajtjes mbrojtjes urgjente. Po, e nevojave për ruajtje urgjente, dhe për ta them këtë gjë shpjegimin, UNESCO ka 2 lista kryesore ku regjistron dukuritë jo materiale të popujve që janë pjesë e shteteve anëtare të saj. Lista e parë është ajo që quhet si lista përfaqësuese, ku Shqipëria ka të regjistruar polifoninë me ISO, pra ku janë dukuritë që kanë vlera dhe që nuk kanë rrezik zhdukjeje ose në një formë tjetër rrezikimi. Dhe lista e dytë është lista e dukurive që janë të barazvlerëshme me ato të parat, po që shtetet palë që regjistrojnë dukurinë në këtë listë duhet që ta bashkëqyrojnë vlerën e kësaj dukurie dhe me masat që duhet të marrin që kjo dukuri mos jetë e rrezikuar. Domethënë ky është shpjegimi i thjeshtë popullor për ata që na ndjekin. Pra, vlera e Lahutës, e instrumentit, e eposit, qoftë ky legjendar apo historik është e barazvlerëshme, pra është një dukuri e UNESCO-s. Plusa, shtesa plus është për faktin që duhet të merrem disa masa. Do të flasim më pas. Profesor, ju përmendët disa pika takimi shumë të rëndësishme të trashëgimisë son kulturore, eposin e Kreshnikëve. Përmendët dokumentimin nga personalitetet, jo vetëm të fesë, por të letërsisë, të cilët janë mbështetur pikërisht tek Lahuta, duke e cilësuar atë si pika takimi të trashëgimisë son të hershme. Nëse ju mund të më thoni se cila është lashtësia e këtij instrumenti, e kësaj vlere, e kësaj pasurie të madhe, si cilësohet ajo që kur është pikërisht identitare Lahuta në trashëgiminë dhe kulturën tonë kombëtare. Sa e lashtë është ajo? Atëre, nuk dua të spekuloj duke dhënë një datë ose një shekull të caktuar, po dua të them këtë gjë, që Lahuta është e lidhur ngushësisht me banorin shqiptar të malësive të veriut dhe me gjuhën shqipe. Ju e dini, shqipe tashmë dokumentohet prej 5-6.000 vjetësh e kultivuar në territoret ku jetojnë sot shqiptarët. Ajo që shkenca thot me përgjegjësi janë 2 elemente. Elementi i parë është që të paktën 8 shekuj përpara se sa slavët të vinin në territoret ku janë sot, eposi ishte formatuar, ndoshta jo me ata erojnë klasik Muj dhe Alirin, në kuptimin sepse ata janë erojnë kulturorë që pastaj u ballafaquan dukshëm me palën serbe, pra me të ardhurit, por ka ekzistuar në forma më herët, pa diskutim. Kështu që ai eposi ka një moshë dhjetra shekullore dhe sigurisht atë formatimin që siç e njohim sot e mori në ballafaqim me pjesën serbe. Pra me invazionet që bëheshin, sepse po të shikosh eposin, është gjithkohon ku pala shqiptare është në mbrojtje për shkak të sulmeve, invazioneve të arllacakëve për të pushtuar tokat, për të rrëmbyer edhe për të
markat andin edhe pronat e shqiptarëve, kështu që në pikpamjet e origjinës eposi është shumë i vjetër dhe sigurisht është para slav. Këto janë dy elemente që doja t'i theksoja për dëgjuesit tuaj. Profesor, arti i të luajturit, arti i këndimit dhe arti i bërjes janë elemente që janë veçuar pikërisht tek lahuta si identitare. Çfarë mund të thoni rreth këtyre elementeve kaq interesante që e bëjnë lahutën të tillë të dallohet dhe të vlerësohet në një listë të sigurt, në një listë zyrtare të UNESCO-s? Po duhet të them këto gjëra që ky është një formulim tip. Domethënë, kur ne themi lahuta, pra evidentojmë veglën, kur themi arti i interpretimit të lahut, do të thotë që evidentojmë gjithçka që lahuta këndohet, interpretohet me lahut. Pra pa i vendosur një kufizim të ngushtë thjesht e eposi kreshtikëve, sepse kemi dhe pikë historike, po kemi dhe le të themi këngë lirike që këndohen dhe duke i vendosur një emër të stërzjatur, atëre këto do bëshin një çik si një lloj treni me vagona, kështu që koncepti i lahutës, arti i interpretimit të lahutës i përfshin të gjitha dhe nuk harron asnjë gjë. Dhe njëkohësisht është dhe arti i bërjes lahutës, pra vendosja në mbrojtje e zejtarëve, sepse dihet që pa rapsod nuk ka epos dhe pa lahut nuk ka rapsod. Kështu që me këtë emërtim është vendosur gjithçka. Elementi tjetër që është i rëndësishëm në këtë aspekt që dua ta theksoj për dëgjuesin tuaj është fakti që lahuta është e vjetër dhe është autoktone dhe është, si të thonë, një instrument që shqiptari e ka gjymtyr të trupit. Biles kam gjetur një shprehje që thoshte që një shtëpi pa lahut në veri quhet shtëpi e lanur, shtëpi e braktisur. Do të thotë që lahuta ka qenë pjesë e shqiptarit si një gjymtyr e trupit të tij. Dhe në këtë aspekt, lahuta provon një aspekt tjetër të lidhjes me shqiptarët dhe njëkohësisht me vjetërsinë e shqiptarëve në troje tona, sepse lahuta është instrumenti më organik i mundshëm që gjendet në të gjithë hapësirën barkombëtare. Pse? Sepse gjithçka që ndërton lahutën, domethënë trupi i saj prej druri, që është prej panje, prej lisi, pjesa e membranës që riprodhon zërën, është prej lëkure keci motak, teli vetëm i lahutës, është i përbërë prej zore baktije, zakonisht prej deri, harku i lahutës është i përbërë prej bishtit kalit, pra nuk ka instrument më natyral të mundshëm dhe dihet etnomuzikologjia, organologjia provon që instrumentet me këto ndërtime janë instrumentet parake. I pari ka qenë zëri njerëzor, të dytët kanë qenë këto instrumenta, të cilët prodhoheshin drejt për së drejtin nga natyra. Profesor, cila ka qenë dhe cila është aktualisht shtrirja që lahuta ka në viset tona rurale veriore, ose ku do qoftë ajo? Do më duhet që të hap për të lexuar këtu diçka, por nuk ka mundësi për momentin. Por në rast se doni të bëjmë një vështrim të përgjithshëm, do të them që lahuta është atribut i malësiveve të Shqipërisë së Veriut. Pra e gjejmë në malëzike shqiptarët, e gjejmë tek shqiptarët brenda kufive të territorit tonë dhe sigurisht në Kosovë. Për shkak të komunikimeve të dëndura të pjesës së shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut, të cilët migronin brenda vendit në Kosovë, ka zbritur deri në mbi Shkumbin. Pra e gjejmë sot edhe në rrethinat e Ohrit dhe të Tetovës. Kështu që në këtë pikpamje lahuta është bërë instrument, është shpërndar në gjithë territorin, plus fakti të migrimeve të brendshme mbas viteve 90 në brendësi të Shqipërisë. Lahuta ka zbritur deri në Durrës, në Tiranë dhe sigurisht në diasporën shqiptare. Kudo ku ka shqiptarë të Veriut, lahuta, çiftelia, sharkia janë pjesë e tyre. Pra në një lloj kuptimi ajo
i ka të kaluar kufit geografik formal që ne njohim deri më sot. Po. Profesor, ju jeni kompozitor, jeni studiues, nëse do të cilësoni me pak fjalë artin e lahutarit, artin e lahutës, të luajturit në instrument dhe këngën, si do të cilësonit ju atë në vendin e melosit shqiptar? Çfarë karakteristikash të veçanta ka pikërisht të kënduarit e lahutarit? Atëre, faleminderit për pyetjen e cila është shumë domethënëse për përgjigjen që do t'jap. Domethënë, ne nuk do të harrojmë që është Rapsodi. Ai i cili gjeneron të gjithë të trashëgimit të madhe. Që mban gjallë gjuhën, sepse Rapsodi është poet, që mban gjallë veglën, sepse Rapsodi është instrumentist, dhe që mban gjallë kujtesën, pasi ai është banor i rënjës. Po. Dhe me këto tre cilësi në një person të vetëm, figura e Rapsodit e çon origjinën e lahutës që në kohët Amerike, të paktën. Sepse kështu funksiononin edhe Rapsodët në kohën e Homerit. Pra që kishin një vegël dhe që aty në figura e tyre ne shohim fillesat e krijimtarisë gojore të njerëzimit. Aq i rëndësishëm është Rapsodi si figurë. Dhe kur themi që kjo kulturë regjistruar në UNESCO në listën e rrezikuar, shqetësimi fshet pikërisht këtë fakt, që ne po na paksojnë Rapsodët. Po. Sepse Rapsodët janë ajo fazë fillestare kur poeti dhe këngëtari ishin në një person të vetëm. Ndërkohë që po të vësh re sot, ja për shembull kemi Aengu Shkodran. Orkestra është e shkëputur nga këngëtarët. Kemi formacionin e sazeve në jugu Shqipërisë. Orkestra, pra sazet janë të shkëputura nga këngëtarët zakonisht. Ndryshe ndodh në formacionet e polifonisë me ISO, a cappella, pra që këndojnë pa vegla, të cilët janë ashtu siç kanë qenë këtu e mira vjet. E kuptoj. Megjithatë, profesor, të kultivuarit këngës me lahut është gjithmonë një vlerë e jashtëzakonshme, shumë emocionuese. Ju mund të na sillni në vëmendje mjaft Rapsod, sepse keni gërmuar shumë, ndërkohë që unë i bëj një përshëndetje të gjithë atyre që jo vetëm po na ndjekin në këto momente, por që kanë lahutën në dorë. Unë përmenda në fillim lahutarin e bjeshkëve Yunus Delaj, lahutarin tjetër Pretashnila, lahutaren Lumturie e Nonajt, të cilët kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë në valët e Radio Shkodrës dhe të tjerë. Por ju keni... U kujtova, aty është dhe në radhën e lautarëve, të cilët janë miqtë e mi, ata që përmendët, është edhe djali Gjergj Pllumit. Kujtova emrin e lautarit që përmendte Ernest Koliq. Kemi një insert që ka të bëjmë me pikërisht me një lautar. Me Gjok Nonaj. Lautari më të vjetër Gjok Nonaj. Po, ta ndjekim. Po.
qash ka zjeli aty be që jo ushtoj. Aje po hile do të si zhile topit. Do lavdi kjo s'more pa jes ka striotit. Pse bish mora jeti trimo i rral. Loma ka zemër mana po shdo shtrita. Jo kan kalu e qatë jo pashtije. Do emliti po një shpari brau kamet. Do japin fjallën aty po s'ka mëndeut. Do tanë shqiptart mora me po të tileut. Do tanë do blesin e me o për mullen. Do tanë do blesin e me pleso e fri. Au për flamurin o baku që zimonëse. Dhe natyrisht pas këtyre emocioneve që të falë pikrisht kjo ndjesi e lahutarit, nuk ka se si të mos mendojmë për këtë rrugtim i cili shpresojmë të merren masa gjithmonë që të jetësohet nga brezat më të rinj. Ju përmendet profesor që në listën nevojave urgjente për mbrojtje do të thotë që të merren masa që pikrisht kjo këngë, ky instrument të jetësohet dhe të rijetësohet. Çfarë masash mendoni ju se duhet të merren pikrisht për këtë? Faleminderit, ky është thelbi në fakt i kësaj që kemi realizuar. Masat përfshin këto elemente. Po. Figura e rapsodit. Pra duhet që përmes mekanizmave ligjore, pushteti qendror, pushteti vendor, ti konsiderojnë rapsodët ashtu siç konsiderojnë monumentet e kulturës, kullat, qytetet muze, vlerat pa diskutueshme dhe ti mbrojnë ata duke i subvencionuar në dy forma, në pikpamje morale dhe në aspektin financiar, që ata të ndihen të inkurajuar për vlerat që mbatin brenda vetes tyre. Ky është aspekti i parë. Aspekti i dytë lidhet me gjetjen e mekanizmave që rapsodët të kenë mundësi të transmetojnë dijet e tyre te gjenerata më të reja. Ju e dini që është prishur ai ambienti familjar i jetës konservative tradicionale në familjet shqiptare. Kështu që tani duhen gjetur forma alternative, për shembull përmes lëndës së edukimit muzikor në shkolla, përmes krijimit të workshopeve, takimeve, seminareve, shkollave verore, ku këta bardhës që u përmendët, të kenë mundësi të kontaktojnë me gjenerata që janë të interesuar për ta përcjellur lahutën. Element tjetër është artimi i inventarëve, i dokumentimit të kësaj trashëgimie. Sigurisht Instituti i Antropologjisë pranë Akademisë së Shkencave ka një arkiv shumë të pasur, por duhen nxitur studime të reja në këtë fushë. Dhe ajo që është më e rëndësishme për mua nga të gjitha, dhe këtu dëshiroj të bëj një rikujtesë të pasurive materiale dhe jo materiale që ka Shqipëria në UNESCO, që nisur nga le të themi hapësira territoriale që ka Shqipëria. Nisur nga numri i popullsisë, mund të them që është një nga vendet në krye të regjistrimeve të listës, se për shembull ka dhe vende si Kina, që janë me miliarda njerëz, por që nuk kanë në proporcion këto vlera që ne kemi aktualisht në pikpamje sasisë flas. Për shembull, ne kemi parkun arkeologjik të Butrindit,
kemi 2 qytete muze. Pra sipërfaqe shumë të mëdha me 10 monumente, Gjirokastrën dhe Beratin. Kemi pjesën tonë të liçenit të Ohrit. Kemi kodik të Beratit të futur në listën e kujtesës botës, po të UNESCO-s. Kemi polifoninë me ISO që përfshin gjithë territorin e Shqipërisë së Jugut. Pra gjysma e Shqipërisë është në mbrojtje për sa i përket kësaj dukurie. Kemi xhubletën. Një moment, para se të këtë xhubleta, se po zë këto që janë me sipërfaqe të mëdha. Futja në Lahutës, që pothuajse përfshin gjithë territorin e Shqipërisë të veriut. Kemi xhubletën, kemi kthyimin e Tropojës, kemi trashumancën, që është një fenomen i transferimit të bative për verim ose për dimërim, pra gjithçka ndodh aty, ritualet, këngët, mënyra e jetesës. Pra ka ardhur një moment që shteti nuk mundet që ta përballojë këtë angazhim kaq të madh të trashëgimisë sonë në strukturat e UNESCO-s me organizmat që ka sot dispozicion. Unë do t'i sugjeroja që të krijonin pranë Ministrisë Kulturës një drejtori e cila do të ketë përgjegjësinë kryesore për mbulimin dhe përgjegjësinë sa i përket ku jemi ne në raport me gjallimin e këtyre dukurive, sepse duhet bërë mbështetur standardeve të UNESCO-s, duhet bërë raporte, duhet bërë financime, duhet bërë projekte, pra kemi hyrë në një fazë të re. Jemi një shtet me gati mbi 10 dukuri materiale dhe, monumente materiale dhe dukuri jo materiale në UNESCO. Ka ardhur momenti të silemi ndryshe, si në pushtet qendror, si në pushtet vendor, për t'i mbrojtur dhe për t'i reklamuar këto pasuri të cilat tashmë nuk na përkasin vetëm ne, po janë pasuri europiane të cilat gjenden në Shqipëri. Është një mesazh shumë i fuqishëm, një mesazh që hedh dritë mbi punën që duhet bërë gjithmonë në vazhdim dhe asnjëherë të mos ketë të ndalur, përderisa këto vlera na i vlerëson një organizm aq i madh botëror siç është UNESCO, apo jo? Profesor, ju përmendët disa vlera që janë vlerësuar nga UNESCO. Mendoni se përsëri ka të tjera që duhet, për të cilët duhen lançuar, duhet punuar? Me sa di unë ka edhe dosje të tjera që po përgatiten. Unë di që përpara se një dukuri ose një monument të shkojë në listat e UNESCO-t, duhet që ajo dukuri ose ai monument të shpallet pjesë e listës kombëtare së pari, sepse duhet bërë kjo farë përzgjedhëse. Elementi i dytë është që mbas këtyre arritjeve që kemi pasur, duhet të jemi më modest në hedhjen e hapit të radhës, duke llogaritur edhe peshën specifike të vendit, po edhe ato që u përmenda më përpara. Sigurisht që ka dukuri jo materiale që mund të avancojnë, apo monumente materiale që mund të avancojnë, por që këto duhet i nështrohen një diskutimi mes politik bërësve dhe ekspertve, akademisë shkencave, instituteve, IAL-ve, pra që kanë lidhje me këtë fush, sepse çështja e promovimit ndërkombëtar të trashëgimisë sonë kulturore nuk është një vendimarrje e momentit. Natyrisht të punosh për një mision të tillë, për lançimin e vlerave, mbrojtjes tyre, është një mision i bukur krahas gjithë veprimtarisë suaj si studiues, si kompozitor, si personalitet i kulturës dhe artit shqiptar. Unë besoj se kjo shkon krahas të gjitha vëmendjeve tuaja, të cilat natyrisht nuk rreshtin së punuari për të vlerësuar pikrisht këtë trashëgimni tonën, këtë ecuri tonën të kulturës, të artit muzikor, edhe krahas të gjitha angazhimeve tuaja, apo jo. Besoj se së bashku me personalitetet e tjera të cilët punuan për këtë dosje, ndjeni se në këtë hark kohor keni dhënë një vlerë të mrekullueshme për Shqipërinë, për
trashëgiminë tonë kulturore dhe për shumë çka që na bën të ndjehemi krenar. Unë ju falenderoj për këtë fjalë që më thatë për personin time dhe për punën time. Unë në lloj kuptimi përpiqem të vijoj punën e profesorëve të mi të nderuar, model në kompozicion kam patur profesor Qeza Dejn, i cili më afroi shumë vitet e fundit pranë tij dhe biles edhe amanetin e fundit që kishte një libër në dorëshkrim për kompozicionin e fillova me të dhe e përfundova pas vdekjes tij, biles i vendosa edhe titullin duke ditur dhe dëshirën e profesorit. Libri quhet Vetparja e procesit, pra është një dokument i jashtëzakonshëm se si një kompozitor i përmasave europiane si Qeza Deja la si dëshmi për gjeneratat pasardhëse dhe përpiqem të vijoj rrugën në fushën e studimeve etnomuzikore të profesor Ramadan Sokolit, i cili ishte gjithashtu e kam konsideruar në një nga shkrimet e mia rilindasi i fundit, të cilët na hapën rrugën, na hapën syt, na hapën mendjen për të kuptuar se sa e rëndësishme është trashëgimia jo materiale e Shqipërisë. Po besoj që ne ndoshta mund të bëjmë një bisedë tjetër. Unë kam dëshirë që librin që kam shkruar për profesor Qeza Dejn ta prezantojmë edhe për publikun e Shkodrës, pasi me këtë rast hyra me shumë thellësi rëndësisë që kishte Shkodra për profesor Zadejn, kështu që mbase do shikojmë në një emision tjetër. Sot ishte takimi ynë së bashku dhe me lahutën e madhe, me lahutën e mrekullueshme, këtë mrekulli të identitetit tonë kulturor. Unë shpresoj që të takohemi në biseda të tjera, profesor. Ishte një nder për mua që sot ishte pjesë e Mirëmëngjes Shkodër dhe në emër të gjithë atyre që na ndoqën, ju falenderoj dhe ju uroj mbarësi dhe suksese në hulumtimet, në rrugtimin tuaj si kompozitor dhe si pjesë e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Faleminderit edhe një herë për bisedën, siç e thash, jemi këtu, them për veten time, sepse Shkodra krijoi muzikën e kultivuar me Atë Martin Gjokën, me Palok Kurtin, me Frano Ndojën, me Lec Kurtin, me Prek Jakovën, me Qeza Dejën, me Tish Dain, me Tonin Arapin, me Gjon Simonin, me Simon Gjonin, për të mos vazhduar me të gjithë ata radhë të madhe, kështu që faleminderit Shkodër, ditën e mirë. Faleminderit shumë profesor. Miru, takofshim përsëri në programe dhe në biseda të tjera shumë interesante nga ju. Faleminderit shumë, shumë respekt. Faleminderit.